Përshëndetje miq, le të bashkohemi sot e gjithë shqiptaria të përgëzojmë Spakun për këtë akt të madh heroik që ka bërë duke shtyrë seancën gjyqësore të zonjës Monika Kryemadhi nga e marta dhe e mërkura në të njëjtën, sepse zonja Kryemadhi i ka thënë Spakut se ka një hall të madh, është opinioniste në Big Brother dhe duke qenë që Big Brother i zgjat shumë të martën, të mërkurën nuk është mirë të shkojmë në Spak. Një akt kaq modern, kaq human, kaq njerëzor, i cili e vendos Big Brotherin mbi drejtësinë që duhet vendosur për shqiptarët. Nuk ka nguruar zonja Kryemadhi ta falenderojë këtë akt madhështor të Spakut, duke i thënë popullit shqiptar se Spaku ja ka dalë të shtyjë seancën për ditën e ejte kur ajo mund të shkojë dhe t'jap llogari më mirë. Ju lutem, e gjithë shqiptaria, jepni një koment Spakut tek komentet poshtë dhe bashkë do të shihemi në orën 20 për zhvillimet e mëdha në këtë vend karagjos.